një këngëtare shqiptare që njihet për stilin e saj unik në muzikë. Shpesh e kombinon popin me R&B-n dhe muzikën moderne. Ka fituar popularitet të madh në vend dhe rajon, edhe me muzikë të mirëfillt popullore. Krejt këto dhe shumë epitete me të drejtë i meriton Dafina Alio. Atë karakterizon energjia pozitive që dhe sonte po reflekton e tij. Zakonisht krejt më thonë, e ki energjin pozitive, nuk e di. Unë e prej mëngjesi, do me thonë si zgjohem, e kam një energji pozitive, si gjithmonë ja filloj me muzikë, dhe kështu më shkon dita. Faktikisht po, ka pas raste në momente që kom pas momente të këqija, momente që nuk kom mujt me te i kalu, mirë po, kur kom marrë pjesë në për koncerte apo mbrëmjet muzikore, i kom lanë krejt anash, dhe muzika është ajo që më bën gjallë, edhe ju mundu në mënyrën më të mirë me reflektu mirë të publika. Ajo më tutje thekson se performancat live janë ato që plotësojnë dhe bojnë me dasht edhe më shumë pasionin e saj që tashmë ka dhe profesion. Teksa me shumë dashni flet për sezonën e dasmave. Për mu ka qenë viti i parë i dasmave dhe nuk është që kom marrë edhe atë shumë, ko i kom selektu disa ditë për dasma, disa ditë për klabe, që kom qenë kogja aktive edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. E po me qenë se provoj për herë të parë cilat janë përshtypjet e Aliut për ahengjët familjare. Është përgjithësi gogja e madhe, është gogja e madhe përgjithësi në përdasma. Në lokale normalisht i ki kategorit apo njerëzit të mosha të ndryshme, ndërsa në dasma është privilegje dhe përgjithësi me e madhe. Kom kalu gogja mirë, edhe pse kom pas e një moment gogja të ciklet shumë, i me thonë kanë agjegjën e parë. Ka qenë një pjesë që kom këndu të shoqe dhe kom qenë taman e shfrenume, ashtu, dhe po ka shku gjithçka okej dhe jemi kënaqë. Këngëtarja rëndësi të veçantë i kushton edhe repertuarit që zgjedh për një vend të caktuar. Jo, faktikisht gjithkund këngët e njëjta nuk këndohen, varet prej klienteles, varet prej lokalit çka ti ose lokali posedon. Faktikisht unë kam një repertuar që kom bo brana këtij një viti që mendoj me ndryshu, po pavarësisht sa mendon me ndryshu, njerëzit i kërkojnë prap ato që ti ke këndu, qoftë për shembull para një jave, i kërkojnë edhe dojnë mi këndu këngët që ti ke këndu gjatë asaj nate. Projekti saj fundit ishte Jakufere, për këtë ajo shton se folklorin e ka dash gjithmonë, e ka trashëgimi edhe prej babait. Këtë këngë i ka kënduar në një prej mbrëmjeve live e duke pa reagimin e publikut ju bë shpejt viral, pastaj vendosi ta bëj me videoklip. Qyja pse kom dasht me bo me gitar, kom mundu me bo ma real, ma si short film, edhe me dojë diçka me ndje.